فأزيد أسراب الغيوم جمالا. Hadithi I tretë. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më I miri ndër jush është ai që e mëson Kur'anin dhe ja mëson atë të tjerëve. Duket sikur ky hadith në pamje të parë nuk ka lidhje me moralin, ndërkohë që ai është morali vet. Pasi kur e pyetën pejgamberin sallallahu, kur e pyetën Aisha radhiyallahu anha për moralin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ajo tha ai ishte Kur'an I cili ecte mbi tokë. Pra I gjithë morali, virtytet e mira gjenden në fjalën Allahu xhella xhelaluhu, në librin e Zotit, dhe ai I cili mëson Kur'anin familjart, padyshim që ai ka përvetësuar të gjitha moralet e mira që Allahu xhella shanuhu ka urdhëruar në Kur'anin familjart. Pra ai ka mirësi të dyfisht, I ka mësuar ato për vete, përpiqet që t'i kryej, t'i punojë ato dhe u mëson ato të tjerëve. Pra ky hadith na mëson se vlera e mësimit të Kur'anit dhe të mësuarit e tij të tjerëve është një ndër veprat më të mira. Ai I cili e bën këtë është ndër njerëzit më të mirë në mesin e muslimanëve, sepse ai angazhohet me fjalën e Allahut, që është fjala më e drejtë dhe udhëzimi, ai është moral, është mirësi për këtë botë dhe botën tjetër.